nuk beson është çështje e tyre. Allahu subhanahu xhella xhelalu shumë qartë thot në Kur'anin Kerim, "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur", kush do let besoj dhe kush do let mohoj, ama do ta dini që do ktheheni një ditë te Allahu subhanahu xhella xhelalu do jepni llogari. Thënien e bukur të profetit alayhi salatu wassalam që për herë kur ka pas ngushtime dhe mërzi, i ka pas thënë Bilalit radhiyallahu anhu, "Arina biha ya Bilal", e thirrë ezanin e Bilal, qetësohemi të hyjmë namaz dhe të qetësohemi. E gjejmë aty qetësimin e zemrave dhe shpirteve tona. Pra kjo është mësim madhor. Burrat të cilët kanë ndryshuar historinë, burrat të cilët kanë lënë shenja të mira me këtë dynja dhe janë përgëzuar me xhenet. 10 radhë sonte do flasim për një sure që është prej sureve të shkurtra në Kur'anin Kerim, është nga fundi i Kur'anit. Besoj se krejt ju e dini këtë sure përmendesh. Thjesht një përkujtim dhe thjesht shikojmë mësimet që marrim rreth kësaj sure. Është sure që flet për një familje komplet. Nuk flet me lavdru, Allah azza wa jalla nuk flet në këtë sure me lavdru këtë familje, por Allahu subhanahu xhella xhelalu na bën me dije përfundimin e kësaj familje ku ka përfunduar. Do flitet inshallah sonde rreth surës Al-Masad, që flet për sure që flet për xhaxhain e profetit alayhis salam, Abu Lahebin dhe bashkëshortën e tij. Bukuria e Kur'anit Kerim që zakonisht e përmendim është që ajo lidhshmëria e sureve njëra me tjetrën, lidhshmëria e ajeteve njëra me tjetrën, normal sepse është fjala e Madhit Zot dhe normal që është prej mrekullive që Allahu subhanahu xhella xhelalu ja ka lënë njerëzve me këtë dynjan, pra Kur'anin Kerim. Flas për bukurive dhe mrekullive sepse përpara surës Al-Masad ndodhet surja Nasr. Ajeti fundit ose po ta shikosh komplet, idha xhan që flet Allah azza wa jalla në surën Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dhe këtë sure besoj se e dini përmendesh. Në këtë surë Allahu subhanahu xhella xhelalu tregon se si ka ardhur shpëtimi, se si ka ardhur triumfi, se si i ka shpëtuar Allahu subhanahu xhella xhelalu dhe se si kanë fituar muslimanët. Më e bukur e kësaj është sepse përfundon kjo sure duke thënë Allahu azza wa jall innahu kana tawwaba. Allahu subhanahu xhella xhelalu është falës. Është falës për besimtarët, është falës për ato njerëz që e besojnë Allahun sinqerisht dhe e duan Allahun sinqerisht, i bëjnë ibadet Allahut subhanahu xhella xhelalu sinqerisht dhe durojnë sinqerisht dhe falenderojnë sinqerisht. Dhe sado besimtar ti jesh, prandaj kemi përmend shumë herë në shumë ligjërata, sado besimtari ti jesh prap bjen prej e gabimit, prej e mëkatit, mirë po Allahu subhanahu xhella xhelalu na tregon që unë jam falës. Do të thonë, nëse ti gabon, Allahu azza wa jalla është falës, innahu kana tawwaba. Mirë po janë disa kategori njerëzish që Allah azza wa jalla nuk i falën. Rabbul Alamin nuk i falën. Pse nuk i falën? Si shembulli e Abu Lahebit dhe bashkëshortës tij. Si falen sepse derisa njeriu nuk beson në Zot, nëse njeriu nuk beson të madhin Zot, nëse njeriu kundërshton fjalën e Zotit, nëse njeriu jo vetëm se e kundërshton dhe nuk beson, po i dhe sulmon dhe të tjerët, për këto njerëz nuk ka falje. Nuk ka falje sepse të fal Zoti kur ti beson Zotin. Kur ti e beson Allahun subhanahu xhella xhelalu, kur gabon Allah azza wa jall falen. Mirë, por nëse je për atyre njerëzve, Zoti na ruaj. Ka të tillë njerëz të cilët nuk e besojnë Zotin. E luftojnë fenë e Zotit, i luftojnë muslimanët, i luftojnë besimtarët, për to nuk ka falje derisa të pendohen. Dhe Allah subhanahu xhella xhelalu kur thot innahu kana tawwaba, Allah azza wa jall është falës. Mirë, po keni kujdes sepse janë disa kategori njerëzish si puna e Abu Lahebit dhe vazhdon surja Al-Masad, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tab. I shkatruar është Abu Lahebi. Do të thonë i shkatruar dhe nuk dhe interesant është subhanallahu se kjo sure ka zbrit. Këto ajete kanë zbrit pikërisht kur ka qenë gjallë Abu Lahebi. Xhaxhai i profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kur ka zbrit këto ajete dhe kjo sure, Abu Lahebi ka ndigjuar. Dhe prap nuk ka besu. Këtu tregohet edhe me mrekullia e Kur'anit, që e ka dëshmuar që ti
nuk e për ta thënë ndonjëherë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ti nuk e me besu, sepse Allah Azza wa Jalla ka zbrit tabbat yada Abi Lahabi wa tab, i shkatruar është Abu Lahabi. I shkatruar është Abu Lahabi. Prandaj Allah Azza wa Jalla në surën Nasr na tregon që Allah Azza wa Jalla është falës, mirë po janë disa kategori njerëzish që nuk e meritojnë faljen e Zotit sepse nuk e besojnë Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Arsyeja e zbritjes këtij ajeti kuranor ose kësaj sure, Allahu subhanahu xhalla xhelalu kur i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam anzir dhe ngrehu dhe thiri njerëzit e tuaj më të afërt, thiri njerëzit në fe. Profeti alayhis salam ka hyrë në malin Safa ose kodrën Safa në Mekë dhe ka filluar të thorasi njerëzit, të mblidhen të bëhen njerëzit. Kur janë të bëhen njerëzit, profeti alayhis salam ka filluar duke i thënë, nëse unë po ju them që mas kësaj lugine ose mas këtij mali është një ushtri që do të na sulmojë, andon besoni, janë ngret njerëzit, secili ka thënë patjetër besojmë se ti kur një herë nuk na ke gënjur, ti je njeri i sinqert, ti je njeri që thot vërtetën. Dhe dytën që ka thënë profeti alayhis salam ka thënë atëherë unë jam, Allah Azza wa Jalla ka dërguar profet, ka marrë që t'ju përgëzoj, po edhe t'ju qërtoj. Pra, e kisha fjalën që Allahu subhanahu xhalla xhelalu shumë qartë thot në Kur'anin e Kerim, inna akramakum inda Allahi atqakum, njeri më i lartësuar, njeriu më i mirë. Dhe vendin më të mirë te Allahu subhanahu xhalla xhelalu është ai i cili ka devotshmëri, është ai i cili e don Allahun subhanahu xhalla xhelalu, ai i cili ka zemrën e pastër, ai i cili sinqerisht punon për hir të Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Pra Bilali radiallahu anhu, i cili vinte prej Habeshës, prej Etiopie dhe ishte në Mekë dhe erdhi si sklav në Mekë dhe pranoi Islamin. Allahu subhanahu xhalla xhelalu e nderoi në atë që kur muslimanët e morën Mekën, drejtohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot Bilalit radiallahu anhu, ço Bilal thirrë ezanin. Nuk ka pa, pra siç u thash profeti alayhis salam, as djathtas as majtas. Dhe nuk ka pa profeti alayhis salam kush është familja ime dhe ta vejnë atë post. Se në Islam nuk hecet ashtu. Në Islam nuk hecet me njohshmëri, siç u thash, në Islam hecet me zotësi, me aftësi. Ky është Islami ynë, i cili çdo njeriu t'ia jep vendin e merituar. Je i aftë për një punë, duhet ta bësh. Nuk mund të vehet i paafti në një vend që nuk mund ta kryej atë detyrë, nuk mund ta kryej atë punë. Dhe kjo është mësim madhor. Imagjinoni, subhanallah, kur muslimanët kanë hyrë në Mekë, triumfuan dhe morën Mekën. Dhe imagjinoni sa sahabë të profetit alayhi salatu wassalam ka pas. Dhe imagjinoni se sa vendali në Mekë ka pas. Megjithatë profeti alayhi salatu wassalam i kthen syt nga Bilali radiallahu anhu. Dhe i thot Bilalit radiallahu ngreu thire, hyp në Qabe dhe thire ezanin. Dhe ne dim atë thënien e bukur të profetit alayhi salatu wassalam që për herë kur ka pas ngushtime dhe mërzi, i ka pas thënë Bilalit radiallahu anhu, erina bihaja Bilal, e thire ezanin e Bilal, qetësohemi të hyjmë namaz dhe të qetësohemi. Ta gjejmë aty qetësimin e zemrave dhe shpirteve tona. Pra kjo është mësim madhor. Dhe mësim tjetër është që Allahu subhanahu xhalla xhelalu e nderoi Bilalin radiallahu anhu duke e shtin xhenetin e tij, dhe këtë ka dëshmuar profeti alayhi salatu wassalam, pse për devotshmërisë, besimin që ka pas te Allah azza wa jalla. Dhe Abu Lahebin, i cili ka qenë xhaxha i profetit alayhi salatu wassalam, sot ka përfunduar në xhehenem. Sot e kanë xhehenem, pse? Sepse ka qenë kryenetsh, i cili ka luftuar Islamin, i cili ka luftuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pas pasuri, po si bëri dobia e pasuri. Nuk i bëri dobi as ajo që ka mbledh, dhe nuk i bëri dobi as posti që ka pas, dhe nuk i bëri dobi as që ka qenë vendalin Mekke. Allahu subhanahu xhalla xhelalu thot se yasla naran dhat lahab, do të digjet në zjarrin e xhehenemit. Dhe vazhdon surja mëse wa imra'atuhu hammalat al-hatab, e përmend Allah azza wa jalla në këtë sure e përmend dhe bashkëshortën dhe gruan e Abu Lahebit. Dhe gruan e Abu Lahebit dhe thot wa imra'atuhu hammalat al-hatab, dhe gruaja e tij, gruaja e Abu Lahebit, hammalat al-hatab, në gjuhën arabe e cila ka pas mbajt shkarpa me ferra. Me ferra. Pse i mbante? Që natën thuhet i ka pas hudh aty nga heste profeti alayhi salatu wassalam që ta pengonte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Dhe thuhet që kjo ka qenë edhe më ashpër me profetin alayhi salatu selam. Dhe thuhet ka qenë grua e cila dhe fjalorin e ka pas të pist. Ka qenë edhe nga goja e pist, e ka shajt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka sulmu fen islame, ka sulmu islamin dhe Allah azza wa jalla i përmend në Kur'anin Kerim, wa mratuhu hamalat al-hatab. Dhe transmetohet një ditë për ditëve kur ka zbrit kjo sure, e merr vesh gruaja e Abu Lehebit dhe thuhet ka marrë diçka në dorë si gur dhe të shkojë të kërkojë profetin alayhi salatu wasalam. Profeti alayhi salatu wasalam ka qenë i ul në Qabën me shokun e tij me Abu Bekr radhiyallahu. Abu Bekr radhiyallahu anhu i thot profetit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, është duke ardhur. Është duke ardhur. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ajo nuk mund të shikojë më. Nuk mundet të shohë. Dhe kur vjen afrohet dhe i drejtohet Abu Bekrit, i thot, o Abu Bekr, ku e ke atë shokun tënd? Sepse nuk e shikon, subhanallahu, Allah azza wa jalla ka marrë shikimin. Nuk e shikon profetin alayhi salatu wasalam. Dhe Abu Bekri nuk folën. Vazhdon edhe shan profetin alayhi salatu wasalam dhe largohet. Dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu i thot, ja Rasulullah, a nuk të pa? Tha, jo Abu Bekr. Allahu subhanahu jalla jalalu ja mori shikimin. Dhe thuhet ka ardhur Xhibrili alayhi salam e ka vendos krahun e vet që t'ja heqi shikimin që mos ta shikoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kështu Allah azza wa jalla i mbron profetët e tij. Kështu Allahu subhanahu jalla jalalu i ka mbrojt dhe i do i mbroj profetët e tij. Pra, dhe thot Allah azza wa jalla, wa mratuhu hamalat al-hatab. Kjo grua e cila ka mbajt shkarpa me fera duke e sulmu profetin alayhi salatu wasalam, duke e sulmu pra islamin. Si do jetë përfundimi i kësaj? Wa mratuhu hamalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Këtu kanë komente të ndryshme dietarësh të këtij ajeti. Midis atyre komenteve ose komentimeve të këtyre ajeteve është që thuhet që kjo ka pas një qafore ose një zinxhir, ti thosh shumë të shtrenjtë, në qafë mbante dhe ka pas premtuar që do ta shes këtë zinxhir, këtë qafore të shtrenjtë që ta sulmoj Islamin. Subhanallahu, dhe Allahu subhanahu jalla jalalu thot në Kur'anin Kerim, fi jidiha hablun min masad. Rreth qafës së saj, në zjarrin e xhehenemit, rreth qafës së saj do të ketë një zinxhir prej zjarrit të xhehenemit. Ka transmetime të tjera ose komente të tjera që thot Allah azza wa jall do t'ja vendosi, do ta lidhi në ditën e Kiametit, ditën e mahsherit ose ditën kur do hyjnë në zjarrin e xhehenemit, Allah azza wa jall na ruaj që mos të ketë lëvizje. Pra Allah subhanahu jalla jalalu në këtë sure na tregon përfundimin e familjes së xhaxhait profetit alayhi salatu wasalam, Abu Lehebit dhe bashortës tij, sepse ato e kanë luftuar Islamin. Sepse subhanallahu, shiko, ka njerëz që s'besojnë. Nuk besojnë, është çështje e tyre. Allahu subhanahu jalla jalalu shumë qartë thot në Kur'anin Kerim, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Kush do let besoj dhe kush do let mohoj, ama do ta dini që do ktheheni një ditë Allahu subhanahu xhelalu do jepni llogari. Ama problemi është se ka njerëz që nuk besojnë, ti nuk beson për vete, ama pse lufton tjerët? Pse të pengon besimi i tjetrit? Pse të pengon namazi i tjetrit? Pse të pengon Kurani i tjetrit? Pse të pengon xhamia e tjetrit? Këto janë edhe më të këqij. Pse? Sepse vetë nuk beson edhe sulmon. Pra Allah subhanahu jalla jalalu jep një shembull Abu Lehebin dhe bashortën e tij, ama si ky ka shumë të tjerë. Ka shumë të tjerë që do jenë deri në ditën e Kiametit, nuk është çudi. Till mostra, till njerëz do ketë ditën e Kiametit, deri në ditën e Kiametit. Prandaj Allah subhanahu jalla jalalu kur na tregon këtë histori, ne do të shikojmë se si është përfundimi i zullumçarëve, se si është përfundimi atyre njerëzve të cilët kanë bëjnë zullum, bëjnë padrejtësi për Zotin e madh, pashat madh e Zot. Çdo zullumçar i cili ka bërë zullum padrejtësi me këtë dynja, përfundimin e ka keq te Allahu subhanahu jalla jalalu. Përfundimin e ka keq. Nuk ka për zullumçarin përfundim të mirë. Dhe përfundimi i keq është Zoti na ruaj zjarri i xhehenemit. Përfundimi më i keq kush është? Zjarri i xhehenemit. Për Zotin e betohem në Allahun subhanahu jalla jalalu. Çdo kush që është zullumçar që bën padrejtësi me këtë dynja, ka vra, ka pre, ka ofendu, ka rëndu, zullumçar. Se sot jemi pa, aq shumë është trash, dhe aq shumë është përhap zullumi, padrejtësia në këtë tokë ku jemi duke jetu,
Sa po na po e shikojmë gjërat normale dhe padrejtësitë që bëhen midis nesh, në shoqërinë tonë, vendin tonë, botë ku janë, po na duken që po na bëhen normale, Zoti na rujt. Pastaj kemi edhe pyetjet të tilla që na bëjnë që mirë, ju po thoni që Allahu subhanahu xhela xhelalu zullumçarit do t'i japi dënimin e vet. Po shikojmë sot gjakderdhje, po shikojmë sot dhunë, po shikojmë ato zullumçarët i shikojmë që livadhisin dhe shëtisin dhe krekohen dhe lavdrohen dhe asgjë s'u duke i gjetë. Një gjë do t'ja them, që zullumçari kalon nëpër 4 etapa. Zullumçari, ai i cili bën zullum, bën padrejtësi, kalon nëpër 4 etapa. Kush është etapa parë? Etapa parë është që Allahu subhanahu xhella xhelalu i jep afat. Kjo është etapa parë. Allah azza wa jalla thot në Kur'anin Kerim wa umli lahum. I jep afat. I jep kohë. Ndoshta do pendohet. Ndoshta i jep kohë, se sa i jep kohë Allah azza wa jalla është punë e Zotit. Kjo është etapa parë. Etapa e dytë. Allahu subhanahu xhella xhelalu i çon në humbje. Gradualisht, e çon humbje gradualisht. Keni ajetin kuranor që Allahu subhanahu xhella xhelalu thot se nastadrijuhum, do t'i çojmë gradualisht. E para, Allah azza wa jall i jep afat. Nëse këtë afat nuk e përdorim për të bërë tobe, istighfar, me u kthy Allahut azza wa jall me pendim të sinqert, shkojmë në etapën e dytë, e cila është që Allahu subhanahu xhella xhelalu i çon humbje gradualisht. Etapa e tretë, zullumçarit i zbukurohet zullumi vet. Do të thonë Allahu azza wa jall e bën këtë zullumçarin që ky zullumçari e shikon atë zullumin që ka bë, padrejtësinë që ka bë, e shikon diçka të bukur. Vrasjet, prerjet, virrjet, përgojimet, shkatrimet, zullumet, padrejtësitë i duken gjëra të bukura. Sepse Allah azza wa jall thot wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Allah azza wa jall thot në Kur'anin Kerim dhe ja ka zbukuruar shejtani bukuritë e punët e tyre. I duket diçka e mirë, i duket diçka normal, shtypi njerëzit, ti vjedhi njerëzit, ti zhvasi njerëzit, ti shkatroj njerëzit, i duket diçka normale, unë jam të bëj diçka të madhe, diçka të bukur. Dhe katërta është dënimi i Zotit. Dhe kur të kap dënimi i Zotit, nuk ka as kërkush të shpëtoj prej durve të Allahut subhanahu xhella xhelal. Sepse i madhi Zot thot wa kadhalika akhdhu rabbik. Dhe kështu Allahu subhanahu xhella xhelalu i ndëshkoi, do i ndëshkoi gjithë ato që kanë bërë zullum me padrejtësi. Prandaj ti hiqemi kësaj thënies që po pse Allahu s'po na ndihmon, po pse është çështje që ka urtësinë e vet dhe duhet ta dimë që zullumçari kalon nëpër këto 4 etapa. Dhe çdo zullumçar e ka përfundimin e keq. Në Islam është me përfundim, jo me fillim. Dhe përfundimi është për besimtarët, dhe kjo është e thënë me fakte, me ajete kuranore. Wa aqibatu lil muttaqin. Dhe përfundimi është për besimtarët. Nuk ka zullumçari i cili s'ka lënë padrejtësi të bëj me këtë dynja të ketë përfundimin e mirë. Tregoni një njeri i cili ka qenë zullumçar i padrejt, i madh, që dynjaja ka marrë vesh se kush është, ta ketë pas përfundimin e mirë. Po njerëzit, kur një zullumçar vdes, këtë njerëzit lirohen, këtë njerëzit qetësohen dhe këtë njerëzit thonë shpëtuam prej zullumit të tij. Pra kështu që edhe përfundimi e Ebu Lehebit dhe bashkëshortës së Ebu Lehebit. Motrat e mia, kur shikojmë këtë sure, frikohemi në atë aspekt që Allah subhanahu xhella xhelalu se si do i djegi, se si Allah azza wa jall i ka të dënu. Mirë po të shikosh në surën Bas, surës Mesed, që është Kul huwallahu ahad, sikur i madhi Zot na thot që o besimtar, do me shpëtu, do me pas vendin e mirë të Zotit, do me pas t'jesh inshallah sigurt xhenetin e tij. Nëse do me pas vendin e mirë të Allahu subhanahu xhella xhelalu, nëse nuk do me qenë si këto njerëz që i përmenda në surën Mesed, çka do të bësh? Thuaj, Kul huwallahu ahad. Thuaj Allahu është një. Shpëtimi i njeriut është në njëshmërinë e të madhit Zot xhella xhelalu. Kur njeriu e beson të madhin Zot, e beson njëshmërinë Allahut subhanahu xhella xhelalu. Shpëtimi është la ilaha illallah,
që të besosh Allahun një, që nuk ka zot përpos Allahut subhane gjelle gjelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë se çka ka kjo dynja dhe krejt çka ka krijesat me këtë dynja dhe çka ka të krijuar Allahu subhane gjelle gjelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë. Fjala la ilaha illallah është çelësi i xhennetit. Fjala la ilaha illallah është fjala më e mirë dhe më e dashme të Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Ma të fjalë, subhanallahu, po të tregoj një histori shkurt që mos ju lodhi më tepër. Ka pas 10 burra në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Kanë qenë 10 burra, 10 sahab, flas me plot gojën burra, sepse vërtet kanë qenë burra. Burra të cilët kanë ndryshuar historinë, burra të cilët kanë lënë shenja të mira me këtë dynja dhe janë përgëzuar me xhennet 10 shokët e profetit alayhis salatu wassalam, i cili profeti alayhis salatu wassalam ka thënë Abu Bekrin xhennet radhiyallahu anhu, Omerin xhennet radhiyallahu anhu, Uthmanin xhennet radhiyallahu anhu, Aliun xhennet radhiyallahu anhu, edhe kështu me radhë. Një prej 10 këtyre sahabëve ka qenë Omer radhiyallahu anhu. Imagjino, Allahu subhanahu xhalla xhelalu të lajmëroj sa je gjallë në tokë që ti do jesh i xhennetit. Normal që do relaksohesh, do gëzohesh. Ama ta kanë qenë sinqert në vepra, e kanë besu Zotin. Kështu është besimi në Zot. Të besosh Allahun duke dashur Allahun, duke shpresu në rahmetin e Zotit dhe duke pas frikë dënimin e të madhit Zot. Ky është besimi. Besim që ta dush Allahun, ta shpresosh në faljen të Allahut, në rahmetin e Allahut, mëshirën e Allahut, dhe të besosh që dhe të kesh frikë dënimin e Allahut subhanahu xhalla xhelal. Kështu kanë jetu. Dhe thuhet Omer radiallahu anhu, një ditëve kur ka dalë të falet, ta fali namazin dhe është imam, e kanë qellu me një shpatë me helm. Dhe i ka rat fikët Omerit radiallahu anhu. E kanë marrë dhe kanë qenë shpi. Gjak derdhje, shpata ka qenë me helm dhe kjo ka qenë fatale për Omer radiallahu anhu. Mirë po, kur ka dalë nga koma ose në gjendjen e të fiktit, fjalën e parë që e ka thënë, imagjinoni fjalën e parë që ka thënë Omer radiallahu anhu, ka thënë au falen njerëzit. Nuk ka thënë kush më vrau, kush më qelloi, kush është ai njeriu, çka u bë me mua. Fjalën e parë që ka thënë Omer radiallahu anhu ka qenë au falen njerëzit. Ka qenë shtrat, gjakderdhje, ka qenë momentet e fundit. Omer radiallahu anhu, sa thuhet kur ka hyrë në shtëpi djali vet Abdullahi radiallahu anhu, Omer radiallahu anhu ka kthy kokën nga muri dhe thuhet ka qajt. Ka qajt dhe i ka thënë djali vet, ta ngushëlloi babën e vet. Ka thënë o baba im, ti je për atyre njerëzve që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar me xhennet. Ka thënë o biri im, unë kam jetu 3 etapa. Etapën kur nuk isha musliman dhe nëse do kisha vdek në atë kohë do kisha shku në xhehenem. Kam jetu, e pranova islamin dhe kam jetu dhe kam qenë për krah profetit alayhi salatu wassalam. Kam det me profetin alayhi salatu wassalam. Kemi përhap islamin të dy, kemi luftuar për islam të dy dhe të kisha vdek në atë kohë do kisha shku në xhennet. Dhe thot jam në fazën e tretë tani që nuk është prezent profeti alayhi salatu wassalam dhe nuk e di çka do bëhet dhe din që Allah azza xhelle ka përgëzuar me xhennet. Megjithatë shikoni atë modestin, atë frikën që ka pas Omeri radiallahu anhu. Dhe thot o birim, megjithatë unë kam një fjalë kur të kthehem te Zoti dhe maj shpresë që me këtë fjalë Zoti i Madh xhelle xhelalu më fali, kush është la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu është një dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit. Pra Allahu subhanahu xhelle xhelalu mas gjithë asaj historie që na tregon surën Mesed, na i qetson besimtarët dhe thot thuni kul huwallahu ahad. Thuni që Zoti është një sepse kjo kam ju besu. Kjo kam ju shpëtu. Dhe thuni Allahu Samad. Allahu Samad, drejtoje në Allahut. Çdo problem, siklet, hall, der që kemi këtë dynja, drejtoju Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Pra këto ishin disa mesazhe për sa i përket surës El-Mesed dhe çka flet kjo sure